Ministria e Ekonomisë dhe Punës me ndryshimet në ligjin për gastronomi po e kthen komisionin që vendos për dhënien e licencave për kabare, klube nate dhe diskoteka. Në këtë komision do të marrin pjesë përfaqësues të disa institucioneve, me styre Inspektorati i Tregut, ai sanitar dhe i punës, Drejtoria e Ardhurave Publike, Ministria e Brendshme, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe komuna ku gjendet objekti. Licencë do të mund të jepet vetëm pasi që të nënshkruajnë të gjithë përfaqësuesit, ndërsa që ata të vendosin firmë, të gjitha institucionet kompetente do të duhet të parashtrojnë në formë të shkruar se kanë qenë në terren dhe kanë kryer kontrole secili në kompetencat e veta. Međutim, praktično i objektivno gledano, pazarните inspektori po profesija se ili pravnici ili se ekonomisti. Kako може тие да проверат дали исполнува објектот, градежни, да речам, противпожарни услови, електрика и така натаму, се она што е поврзано со издавањето на одобрение за градба на еден објект и понатаму за исполнување на минимални технички услови. Qëllimi i këtyre ndryshimeve ligjore është që të largohen paqartësi që ndodhen në vitin 2008, kur me gjotinën rregullatore u thjeshtësuan procedurat për dhënien e licencave. Në parim, do të rregullohet në N 21 nga ligji dhe do të vendoset kontrolli detyrueshëm institucional të asaj që parashtruesi i kërkesës për licencë e ka dorëzuar si dokument. Не само пред време да се утврдат условите со подпис од комисијата и стручните лица, него понатаму и тој записник да влези во понатамошна процедура и повторна контрола од страна на секторот за угостителство, односно соодветната институција, во случајов е Министерството за економија и труд. Është paralajmëruar edhe se do ta shpërsohen dënimet për gjithë që nuk i respektojnë ligjet, ndërsa planifikohet edhe vendosja e përgjegjësisë penale. И сите кои стават подпис ќе гарантираат со својот подпис, бидејќи и за лицата од комисијата ќе има одредена, да речам, парична или друг вид на odgovornost. Me gjotinën rregullatore në vitin 2008 u ndryshua ligji për gastronomi dhe nuk u precizua në N 21 nëse personi kompetent në Ministrinë e Ekonomisë në bazë të detyrës zyrtare duhet të kontrollojë të gjitha dokumentet që janë parashtruar. Më konkretisht, nëse inspektorët kanë qenë në terren edhe realisht i kanë kontrolluar kushtet minimale teknike, sanitare për sigurinë e punës dhe kundër zjarrit.